A mund të quhet histori kur vetë bota e përshkroi si një shteg gjaku. Në fund të vitit 1912, ndërsa Perandoria Osmane po shembej dhe Ballkani po rishkruante kufijtë e tij me zjarre hekur, një nga gazetat më të mëdha në botë, The New York Times, publikoi një raport trontetës. Titulli i tij ishte i thjeshtë por i pamëshirshëm: një shteg gjaku. Para se të vazhdojmë, nëse ju pëlqejnë histori të tilla të fuqishme dhe të vërteta që shpesh janë lënë në hije, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse këtu çdo histori ka një zë. Ishte një kohë kur Ballkani po digjej. Viti 1912 shënonte fundin e një epoke të gjatë, rënien e Perandorisë Osmane në Evropë. Por në vend të paqes, ajo që erdhi ishte një boshllëk, dhe në atë boshllëk hyri dhuna. Ushtria serbe nën mbretërimin e Peterit të parë të Serbisë nisi marshimin drejt jugut. Në pak javë ajo pushtoi Kosovën, pjesë të Maqedonisë dhe madje depërtoi në territore shqiptare. Në pamje të parë ishte një ofenzivë ushtarake si shumë të tjera, por ajo që ndodhi më pas nuk ishte luftë, ishte diçka tjetër. Sipas dëshmive të kohës, nuk bëhej fjalë vetëm për përplasje mes ushtrive. Fshatra të tëra u shndrua në hi, banorë të paarmatosur, pleq, gra, fëmijë, u bën viktima të një dhune që sfidon çdo përkufizim të luftës. Gazetarë dhe dëshmitar ndërkombëtar filluan të raportojnë atë që po shihnin. Njëri prej tyre ishte Leo Trotski, i cili në atë kohë punonte si korrespondent lufte. Ai përshkroi skena që për një lexues modern duken të pabesueshme, por për ata që i përjetuan ishin realiteti i përditshëm. Po ashtu gazetari austriak Leo Freundlich dokumentoi mizoritë në mënyrë të detajuar. Ndërsa figura shqiptare si Lazar Mjeda ngritën zërin për atë që po ndodhte me popullsinë shqiptare. Por ndoshta dëshmia më e fortë erdhi nga vetë shtypi ndërkombëtar. Më 31 dhjetor 1912, The New York Times publikoi një raport nga Londra, bazuar në informacione të mbledhura nga autoritetet austro-hungareze. Artikulli përshkruante një marshim drejt detit, që u shndrua në një rrugë vdekjeje. Në këtë raport thuhej se ushtarët serb nuk kursyen askënd, jo vetëm luftëtarët, por edhe njerëzit e pambrojtur, gra, fëmijë, madje edhe foshnjët në djep. U bën viktima të një brutaliteti që tronditi edhe vetë Evropën e kohës. Thuhej se në shumë fshatra shtëpit u dogjen qëllimisht. Banorët të detyruar të dilnin nga flakët qëlloheshin përpara familjarëve të tyre. Dhe më pas, ajo që ndodhte me gratë dhe fëmijët ishte edhe më e rëndë. Një nga dëshmitë më tronditëse të asaj kohe flet për një mizori që shkon përtej çdo imagjinate njerëzore. Në disa fshatra, pasi shtëpitë viheshin në zjarr dhe banorët detyroheshin të dilnin jashtë për t'i shpëtuar flakëve, burrat vriteshin menjëherë para syve të familjeve të tyre, por tmerri nuk përfundonte aty. Sipas raportimeve të kohës, shumë gra u detyruan me forcë të qëndronin dhe të shikonin ndërsa fëmijët e tyre vriteshin brutalisht me bajoneta. Ishte një akt jo vetëm i dhunës fizike, por edhe i terrorit psikologjik, një përpjekje për të thyer jo vetëm trupin, por edhe shpirtin e një populli të tërë. Ekzekutimet u kthyen në rutinë. Në disa raste, sipas raportimeve, ato u bën argëtim i përditshëm për ushtarët. Në çdo shtëpi ku gjendej një armë, të gjithë banorët, pa përjashtim, vriteshin.
Por ajo që e bën këtë histori edhe më të errët, është fakti se shumë prej këtyre akteve nuk duket se ishin spontane. Sipas raportit, disa oficerë serb kishin deklaruar hapur se mënyra më efektive për të qetësuar Shqipërinë ishte shfarosja totale e shqiptarëve musliman. Dhe kjo ide, sipas dëshmive, nuk mbeti vetëm në fjalë. Mes Kumanovës dhe Shkupit rreth 3.000 persona u vranë. Afër Prishtinës, numri i viktimave arrinte në 5.000, jo në betejë, por në vrasje të qëllimshme. Por ndoshta një nga pamjet më tronitse ishte ajo që dëshmitarët e quajtën rruga e varjeve. Nga Prizreni drejt Pejës dhe Gjakovës, rrugët ishin të mbushura me trupa të varur. Një pamje që për çdo njeri të kohës ishte përtej imagjinatës. Një dëshmitar tregonte se gjatë një udhëtimi nuk pa asgjë tjetër, përveç fshatrave të djegura dhe trupave që vareshin përgjatë rrugës. Ishte një peizazh që nuk kishte të bënte më me luftën, por me shkatërimin e plot të një popullsie. Në Ferizaj një tjetër epizodi errët u regjistrua. Komandanti serb u bëri thirrje banorëve të dorëzonin armët dhe të ktheheshin në shtëpitë e tyre. Ata që besuan u mblodhën dhe më pas rreth 400 prej tyre u vranë. Në disa zona mbjetuan vetëm disa familje, në të tjera pothuajse askush. Por mizorit nuk ndodhen vetëm në Kosovë, edhe në Nish, ku mbaheshin të burgosur, raportohen skena të dhunshme. Një mjek i kryqit të kuq dëshmoi se kudo që gjendeshin shqiptar, ata vriteshin pa mëshirë. Në një rast tjetër, një general urdhëroi që qindra të burgosur të rreshtoheshin dhe të qolloheshin me mitraloz. Në një tjetër, mbi 900 figura të rëndësishme shqiptare dhe turke u ekzekutuan. Dhe ndërsa këto ngjarje po ndodhnin, Evropa po diskutonte. Nga dhjetori i 1912-s deri në gushtin e 1913-s, fuqitë e mëdha u mblodhen në konferencën e ambasadorëve në Londër për të vendosur fatin e Ballkanit. Në këtë konferencë, Shqipëria u njoh si shtet i pavarur, një moment historik për shqiptarët, por në të njëjtën kohë u mor edhe një vendim tjetër. Kosova, një nga zonat me popullsi të madhe shqiptare, ju njoh Serbisë. Kjo do të thoshte se rreth 40% e shqiptarëve në Ballkan mbeteshin jashtë shtetit të tyre. Një vendim që shumë historianë quajnë sot një nga gabimet më të mëdha të shekullit, sepse pasojat e tij nuk përfunduan me 1913, ato vazhduan për dekada deri në fund të shekullit 20. Dhe ndoshta kjo është pyetja më e rëndësishme që ngrihet sot. A mund të ishte shmangur kjo tragjedi? A mund të kishte reaguar ndryshe Evropa kur raportet për masakra po publikoheshin në gazetat më të mëdha të botës? A ishte kjo thjesht një periudhë kaosi apo një politik e qëllimshme? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të thjeshta, por ajo që dim me siguri është se historia e vitit 1912 nuk është vetëm një kapitull i kaluar, është një kujtesë se çfarë ndodh kur një popull lihet në mëshirë të fatit, kur politika vendos mbi jetët njerëzore dhe kur bota zgjedh të shohë, por jo gjithmonë të veprojë. Nëse kjo histori ju tronditi, atëherë mos e mbani vetëm për vete. Shkruani në komente mendimin tuaj. A mendoni se këto ngjarje janë trajtuar sa duhet në histori dhe çfarë duhet të mësojmë prej tyre sot? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.